Pushimet në Shqipëri mbaruan për Evën, edhe morën rrugët e Kurbetit prapë, po ikin tani, po shkojnë në përpunërat e tyre që kanë, se duhet të kthehet në punë edhe Eva edhe burri, edhe prindrit e mi, ndaja edhe nuk mund të rrinë akoma më në fshatë. Sado që prindrit do kthehen prapë në fshatë, se këtë punë kanë tutjetu, por çfarë të bëjmë tani? Për neve të rritë nuk mund të jetojmë në fshatë, është vështirë, edhe është vështirë se si që mund të shikoni nuk ka as gjërat bazike, rrugët nuk janë ndërtuar akoma të gjithë rruga me asfalt, në shumë fshatrat e Shqipërisë, nuk them vetëm për fshatin im, i kemi këto të mira në vitin 2025, por le të shpresojmë se së shpejti do ndërtohet edhe rruga, se si që mund të shikoni pamjet i kemi fantastike, edhe kemi një vend fantastik, vetëm që na duhen këto gjërat siç u thashë. Aty tani po ndahet Eva me prindrit, se Eva do vej në Florina, prindrit do shkojnë në Kardicë, në qytet tjetër do me thënë të Greqisë, edhe tani ulën aty që të hanë diçka, para se të marrin rrugën për të kthyer në vendin e tyre. Aty lanë Katerinën tek shtëpia e saj, edhe do vazhdojnë që të shkojnë të kthehen në shtëpi që bëhet nami.